Ngelim klasë, dëshmitari Balla ka ngel klasë për arsye sepse unë i bëra 2 pyetje të thjeshta. I thash, përse jam unë i akuzuar këtu? Dini gjë? Jo, s'di. Për çfarë jam? S'di. A jam për vjedhje të pronës publike, pronës private? A jam për grup të strukturuar kriminal? A jam për kështu? Jo. Përgjigjet ishin jo. Atëherë pse më ka akuzuar? Edhe pyetja e dytë i bëra një pyetje shumë të thjeshtë, edhe për tifozat e Partizanit, që duhet ta dinë që ai s'dite kush është, thash, kush ka qenë Alberxhani? S'di gjë. Kush ka qenë Parolaçi? Nuk e di. Atëherë 2 pyetje të thjeshta kuptojnë që sa serioz ka qenë soci dëshmitar këtu. E ki zonë demenca ta Taulant Balla? Për shumë arsye, unë mendoj që për mendimin tim sot ai ka, po e them në një formë përsëri humori, që ai jo vetëm që ka ngel klasë, por ka marrë edhe notë 2. Po ai nuk dëshmoj se por dashë zoti Begeja. Me që ka lidhje me klubin Partizani, ka lidhje edhe me një çështje sensitive sportive. Kur ai përmend disa herë në lidhje me fushat e futbollit, sa fusha futbolli janë zaptu me lejen e kryeministit këto 30 vjet? Klubi Partizani ishte çështja, pastaj ne nuk e privatizuam thjesht pjesë nga shteti. Ne e morëm pronën tonë nga ai që kishte privatizuar përpara te klubi sportiv Partizan. Zoti Begeja, në fakt zoti Balla ka bërë një kallëzim penal, akuzën e ka ngritur prokuroria, kështu që normalisht është në cilësinë e dëshmitarit. A mund të na thuash ku gaboi sipas jush Taulant Balla dhe ku dështoi ai përballë gjykatës për të provuar pretendimet e tij në kallëzim në raport me ju? Te gjitha, me lidhje me pronën njëherë ishte absurde. Me lidhje me pronën ju mundu të anashkalote dhe vetë aktakuza, vetë ku pretendohesh ai të akti i shkresa e dokumentit themelor në lidhje që është prona e klubit e fushës aviacionit, është e dëmshpërblyer, nuk ishte për familjen tonë, po ishte për një familje tjetër dhe këtu fillonte zanafilla e kësaj. Pra nuk ishte për pronën tonë. Dhe aty të gjithë avokatët e të gjithë e pyetën disa herë dhe i thanë që ore kush është ky dokument? Edhe ai ngeli. Që ka ky akt fillon në çështja e mos korrektësisë së tij në akt, në akt akuzën e tij ka shinesh. Taulant Balla ka dhënë një premtim solemn në Kuvendin e Shqipërisë që nuk e tret dheu pa fut Berishën në burg. Këtë e ka thënë para gjithë kamerave, e ka thënë para gjithë gazetarëve. Qartazi i kishte dhënë 10 detyra prokurorëve politik që t'i ndiqnin. Qartazi prokurorët i kanë ndjekur, në disa prej tyre kanë gënjyer dhe prokurorët, por në rast se prokurorët dhe gjyqtarët do janë shtetar, Taulant Balla nuk do e zej dheu sepse do duhet përballet me kallëzimin e rrem. Janë 11 gënjeshtra që ka thënë në një kallëzim. 11 gënjeshtra nuk ka ku të shpëtoj fare. Ju faleminderit. Mirë, kështu e ka përmbyllur fjalën e tij